ndërtohet parkingu, mirë po kur ndërtohet parkingu, dera për me dalë për kjerët është në rrugë e jo në trotuar. Ndërtohet pritorja autobusit, po në pritorën e autobusit qasje për personat me aftësi të kufizuar nuk është. Ndërtohen parqet, po lodrat nuk janë të përshtatshme për fëmijët të cilët i kanë aftësitë e kufizuara. Po tash kjo arsyeja pse jemi tu bëllë debate të tilla, pse jemi tu ngrit zonën është kjo, pra duhet me shndru në temë të diskutimit pabarazinë që ndodhin në shoqëri. Dhe në momentet kur ndodh pabarazi e theksuar ndaj kategorive të caktuara, shteti nuk duhet me synu që me mekanizma të butë me zgjidh problemin, mirë po duhet me kthy në prioritet nacional, me zhvillu investimin dhe me bo barazin në raport me këtë temë. Pse prej fillimit nuk po investohet? A nuk kazove që kushton shumë me zbatu qësë? I kemi dy probleme elementare. E para, nevojitet një ndërhyrje emergjente me investime të skajshme për me përshtat infrastrukturën e cila është për momentin, dhe e dyta, nevojitet imponimi standarde që në investimet e reja, të cilat zhvillohen në institucionet publike dhe private në vendin tonë, standardet e ndërtimit dhe standardet e qasjes me u zbatu në përpikmëri. Fatkeqësisht, çka po gjejmë tash është që 25 vjet pas luftës, standardet nuk janë tu imponu në asnjërin prej investimeve edhe publike edhe në investimet private. Pra, prej asaj çka po e shohim në terren, edhe sot kur janë tu ushtu trotuare, edhe sot kur janë tu ndërtu parqe, edhe sot kur janë tu ndërtu vend parkingje, qasja për personat me aftësi të kufizuara nuk është e garantuar, ose është paktën me një lloj maskë të cilën na e quajmë për me e siguru si të tillë. Pra, ndërtohet parkingu, mirë po kur ndërtohet parkingu, dera për me dalë për kjerët është në rrugë e jo në trotuar. Ndërtohet pritorja autobusit, po në pritorën e autobusit qasje për personat me aftësi të kufizuara nuk është. Ndërtohen parqet, po lodrat nuk janë të përshtatshme për fëmijët të cilët i kanë aftësitë e kufizuara. Problemin e kemi që kemi shkolla, kemi spitale, kemi universitete të cilat në vazhdimsi e injorojnë infrastrukturën dhe e injorojnë krijimin e hapësirës e cila ju mundson persona me aftësi të kufizuara me e jetu jetën normalisht. Pra, ato që na i shohin. Kto krejt jetu fol për ndërtesa publike që ndërtohen me paret buxhetit Kosovës. Me paret buxhetit Kosovës dhe na shohim maska, na shohim projekte të cilat njerëzit ose kryetarët e komunave ose përfaqësuesit të institucionit ja u prenë shiritin dhe tregojnë që shikoni keni ndërtuar një rrugë e cila ka qasje për personat me aftësi të kufizuara. Po ata harrojnë që për me mri deri te ajo rrugë, personat me aftësi të kufizuara nuk ka qasje. Pra duhet me pas dikon tjetër i cili nxjerr i afron deri te ajo rrugë, duhet me pas një vend parking komunal ata për me mri me garantu deri qasjen në këtë drejtim. Për këtë arsye po mendoj që duhet me u konstatuar, duhet më thonë shumë hapur që shpenzimi i buxhetit të shtetit Kosovës bëhet duke i diskriminu personat me aftësi të kufizuara, investimet publike bëhen jashtë standardit duke i diskriminu personat me aftësi të kufizuara, dhe e treta, personat me aftësi të kufizuara kanë një diskriminim politik, i cili bëhet për shkak se personat me aftësi të kufizuara nuk janë prioritet nacional që aty në mju garantu qasja e barabartë dhe mju garantu që ata me uni të barabartë me qytetarët e tjerë. Në këtë rast, obligimi i shtetit në kategoritë e marginalizuara, në kategoritë të cilat nuk kanë aftësi të kufizuara, është shumë më i lartë se sa raporti me qytetarët e thjeshtë. Pra, në rast se kemi një person me aftësi të kufizuara në një komunitet të caktuar, shteti ka më shumë obligime ndaj tij se sa ndaj qytetarëve të zakonshëm të cilët nuk i kanë nevojat e veçanta, dhe mendoj që kjo është diskriminim shumë jashtëpër.